Shkolla Kombëtare e Fluturimit në bazën ajrore të Rinasit hapi dyert për studentët e saj. Në ceremoninë e hapjes ishte i pranishëm kryeministri Edi Rama, ku theksoi se shkolla do të shërbejë jo vetëm për përgatitjen e pilotëve shqiptar, por do të jetë e hapur dhe për trajnimin e pilotëve nga vendet anëtare të NATO-s, gjithashtu edhe Kosovën. Ndërkohë që shkolla jonë kombëtare e fluturimit është e hapur edhe për të stërvitur dhe për të certifikuar pilotët e rinj të vendeve të NATO-s në rajonin tonë dhe pa diskutim duke filluar nga Kosova. Gjatë fjalës së tij, Rama vuri në dukje dhe transformimin e sektorit të mbrojtjes, duke bërë krahasimin me kushtet e një dekade më parë. Jo shumë larg, po një dekadë më parë ishin lënë në mëshirë të fatit dhe njerëzit tanë të zot, patriot, vullnet mirë, jetonin si në lëmoshën e shtetit. Forca jonë armatosur është më e mirë paguaja në rajonin tonë. Kryeministri bëri me dije se një numër tjetër helikopterësh Black Hawk do t'i bashkohen kapaciteteve të flotës shqiptare. Në ndërkohë po punohet edhe për t'i shtuar kapacitetet për sezonin dhe nga ana tjetër me aktin e ri normativ të qeverisë një numër tjetër helikopterësh Black Hawk nga Shtetet e Bashkuara do t'i shtohen këtyre forcave. Kreu i qeverisë ta sipas krijimit të Shkollës Kombëtare të Fluturimit. Hapi i radhës do të jetë ngritja e Shkollës Kombëtare të Forcave Speciale, një projekt që do të realizohet në bashkëpunim me kompaninë izraelite Elbit System.